Sezoni turistik i verës ka mobilizuar dhe instancat e policisë së shtetit, e cila ka hartuar një plan masash dhe shërbime të përforcuara për strukturat e policisë vendore. Këto masa kanë synim garantimin e rendit dhe qetësisë publike për vendet më të frekuentuara, siç janë ato turistike, bregdetare dhe malore, për të shmangur shkeljet dhe abuzimet në drejtim të kodit rrugor, ndotjes akustike, si edhe mbi veprimtarinë e mjeteve lundruese. Janë planifikuar, organizuar dhe zbatuar masa për strukturat në varësi, në vende turistike, bregdetare e malore, rritja e sigurisë rrugore. Më konkretisht, masa janë marrë në drejtim të përcaktimit të zonave ku lejohet përdorimi i motoreve të ujit, oraret e përdorimit të tyre, përcaktimin e vendeve të posaçme dhe shenjave dalluese, nëpërmjet të cilave tregojnë korridoret e hyrje-daljeve të këtyre mjeteve në det, si dhe distancat e ushtrimit të lundrimit. Përcaktimi i distancave jo më e vogël se 100 deri në 300 metër dhe jo më larg se 1 milje nga bregu i detit. Ndërkohë edhe policia kufitare ka mobilizuar strukturat e saj vendore në bashkëpunim dhe me strukturat e migracionit, të cilat do të monitorojnë hyrjet dhe daljet në pikat kufitare për të lehtësuar kështu lëvizjen e njerëzve, po ashtu dhe të mallrave. Memorandumi i bashkëpunimit të policisë rrugore me policinë e shtetit shqiptar me ato të shërbimit policor të Kosovës nisur më 1 qershor mbi shërbimet të përbashkëta patrullimi do të vijojë përgjatë gjithë sezonit turistik.